Vëllezër motrat nderuara, si ka hije muslimanit edhe muslimanes, besimtari dhe besimtarës dalin nga minimumi nga ky Ramazan me 5 mirësi. Me 5. Minimumi duhet dali me 5, asnjë nuk zbret më u bë 4. Këto janë kufiri, këto janë viza e kuqe. Më poshtë se kjo, hasha lillah. Kush janë 5 gjërat që zguxon dali muslimani dhe muslimania pa to? E para, falja e të madhit Zot në Ramazan. E dyta, mëshira e të gjithë mëshirshmit me u fitohet në Ramazan. E treta, nga që po jetojmë këtë botë, me të madhe, me ju lut madhit Zot dhe me i kërku që gjatë jetës me begatu ty dhe familjen tënde dhe me begatit pa numër të s'mundet dali i musliman dhe i muslimane nga Ramazani pa këtë. Qoftë se këto treja janë themeli i madh i mirësive, duhet me i gjua ato 5, se në Ramazan me lejen e të madhit Zot duhet që njeriu të fitojë dhe 2 gjëra tjera, të fitojë xhenetin e përjetshëm dhe të shkruhet emri në xhenet dhe të shpëtojë nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit.